Rastet me fruth po shënojnë rritje. Sipas IKSHPK-s, nga 16 prilli deri më 17 gusht janë shënuar gjithsej 137 raste. Vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 25 raste të reja. Numri më i madh i rasteve është në Prishtinë, me 47 raste të konfirmuara, pasuar nga Fushë Kosova me 34 dhe Ferizaj me 12 raste. Raste janë konfirmuar edhe në qytete tjera të Kosovës, përfshirë Gjakovën, ku është raportuar një rast. Vetëm gjatë javës së fundit janë vaksinuar 276 fëmijë që kishin mbetur të pavaksinuar sipas kalendarit të rregullt. IKSHPK bën thirrje prindërve dhe kujdestarëve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe të sigurojnë vaksinimin në qendrat e mjekësisë familjare. Instituti rekomandon që personat me temperaturë të lartë, skuqje në lëkurë, koll ose rruf, për të cilët dyshohet se mund të kenë fruth, të paraqiten menjëherë në institucionet shëndetësore. Fruthi është shumë nxitës dhe mund të shkaktojë komplikime, ndërsa vaksinimi mbetet masa më e sigurt dhe më efektive për parandalimin e sëmundjes dhe përhapjes së saj në komunitet.